Murat, ju keni qenë në Greqi dhe pastaj jeni kthyer në Shqipëri. Pse ky vendim? Çfarë ju tërhoqi prapë në rënjët tuaja? Duke u rritur siç thash që parë me legjendat, me mitet, me historitë, ato të tërheqin të kesh një dashuri që është e pa dukshme dhe e vazhdueshme. Domethënë ti e ke në brendësi dhe është në aparencë thot po domethënë në vitet që kam marrë s'kish as rrugë, s'kish asgjë. Domethënë nuk ishte as. Çfarë vitesh vetë fjalë? Vitet 2010, 2011. Sa qëndruat ju në Greqi? Rreth 11 vite. Për çfarë ikët? Ishte në 97, filloi gati në luftën e 97-s, ishte edhe kam ikur në Kurbet, dhe pasioni e gëzendjes e kam patur në babaj, nga trashëgimi familjare, me instrumente popullore, dhe pastaj shkova në Kurbet, fillova vitin e ditë, pastaj vitin e ditë futa në një shkollë arti, që ishte private, një 4 vite, edhe në një shkollë të gjuhës së huaj, anglisht, gjithmonë në mbasdite, darkave. Ditën isha në ndërtim. Dhe kur mi mbarova këto, sërish se them, pastaj ishte ajo, nuk është se e kisha planin që mos të rrija në Greqi, dhe kisa e shanat dhe. Edhe prindit më kundërshtuan, thanë që po këtu nuk bëhet, si do t'ja dalësh. Po mu jam mësuar në vështirësi dhe më pëlqen vështirësia dhe nuk personalisht nuk se kisha problem, domethënë. Sepse më tërheq ajo që thash, të tërheq vetë vendin, qofse ke pak empati apo dashuri, është vërtet që ne na të tërheqin rrënjët. Edhe më duk më shumë se një mision, jo se thjesht një lëvizje për disa interesa personale. Është sepse mund të isha shumë mirë aty ku isha, mund të lëvizja sepse isha me punëtor i rregullt, isha me gjitha llojet e dokumentacioneve, me ato sigurimet që mund të marrja pasaport greke, po nuk më pëlqeu sepse nuk isha vendosur. Të them drejtë, kisha marrë si bicikletë aty që qëndroja. E kisha më në prerë. Burrët doje të vije këtu në Zhulat. Sigurisht. Sepse Zhulatin shikoja, dia historinë, dhe shikoja si një shqiponje shqepur, e lënë më janë dhe ajo nuk është se unë mund të bëj hatan, po të vendosja atë pjesën time për ta mjekuar. Dhe e vendosa që me gjithë këshillat e familjes që nuk duhet të kthesh, se vërtet ishte situata, ishte e vështirë dhe ende është e vështirë, se pa rrugë dhe sigurisht që ishte vendimi tim, sigurisht që ka kosto, çdo gjë ka kosto.